që gjeti që erdhëm të korak shumëre, isha në trenun, edhe shikoj erdhi një grua që me zi po este, ishte njërën këm zvarë, njërën dorë këshu të karavalur. Edhe në dorën tjetër mbante një gotë plastike dhe po u afroj njësre që t'ini në një shindarkë. More, si a din sytë fare ata, unë e shkreta po gërmoja në çantë se e kemi në shqiptarët, edhe pse kemi kartat për paguar çdo gjë, i mbajmë ca qindarka aty. Ja, na duhen për këto raste, thash me veten time të paktën. I nxora ato lekë të holla unë edhe ja odha në godë. Më tha, mo ajo God bless you, e kishte fjalën Zotit të bekoft. Edhe unë i thash thank you. Edhe i ke shikohun atë kështu. E shikoja kështu me keqardhje, ajo ikte, unë shiko. Pastaj zbrita unë aty te stacioni, shikoj zbriti dhe ajo në të njëjtin stacion me mua. Dhe unë mundohesha tani të rregulloja çantat se kisha çantën e dorës që mbaja portofolin e gjërat e thjeshta. Kështu kisha dhe të supermarketit me gjërat që kisha bler. Edhe po mendoja, thash do jap ca fruta kur të zbresim luma dhe se ma piku. Thash tani po mendoja, dale një minutë, thash sistemojnë që këto çantat që ta marr për krau, ta ngjisun aty në përshkallë, thash me veten time unë. E po rregulloja çantat unë, kur mbarova se rregulluara çantat, ngrita kokën unë. Qa du them unë qa pash, ajo zonja që po e ite këmë zvar, aty te treni, po fluturonte në përshkallë, ngjiti me vrap. Thash, e za ç'na gjeti. Mi vodhi lekët mua kjo, se vjedhje quhet ajo, se ajo po gënjente që ishe me probleme, e kuptoni? Mi vodhi, po me dëshirën time, ja dash vet aty. Po shiqyr që s'pata shumë të olla, unë se ne tërbohemi kur shikojmë kështu raste të tilla. Kështu që hapi syt mirë juve, sigurohuni mirë që ai personi që u vin aty përpara heqet sikur është në xhan, është vërtet në xhan apo pretendon. Tani jam betuar edhe kam thënë kur ti shikoj me një dorë, me një këmbë, atëherë do u jap. Nuk jap më kështu unë hiqu zvarre. Pretendo sikur janë në xhan. I ka tani se janë për tym janë bërë. Dhe ju të kaloni bukur kudo që t'jeni dhe gëzuar Krishtlindjet, kalofshi bukur.